Shoqëria civile duke filluar nga sot do të ketë akses të plot në qelitë e paraburgimit për të parë mënyrën se si trajtohen të arrestuarit nga policia. Kjo fal një memorandumi bashkëpunimi që është firmosur nga kreu i përgjithshëm i policisë së shtetit dhe përfaqësuesi i avokatit të popullit. Është hartuar dhe miratuar një program i veçantë pune në të cilin janë parashikuar masa për përmirësimin e kushteve të ambienteve të dhomave të sigurisë dhe atyre të shoqërimit, përmirësimin e programeve dhe kurikulave mësimore të qendrës formimit policor lidhur me të drejtat dhe liritë themelore të njeriut. Hartimin programeve dhe zhvillimin e trajnimit specializuar të personelit policor që kryen detyra për sigurimin e trajnimit të personave të shoqëruar dhe të arrestuar, ndaluar në ambientet e policisë. Çdo pjesëtar i shoqërisë civile, madje çdo person i interesuar, thjesht dhe vetëm me një autorizim mund të hyjë dhe të shikojë se ku shkojnë paratë e tij dhe se si trajtohen këta persona nga shërbimet e sigurisë të policisë së shtetit. Ky projekt synon të sjellë më shumë vëmendje nëpërmjet inspektimeve, vizitave dhe kontrolleve të vazhdueshme në strukturat dhe shërbimet vendore të policisë, hartimit dhe dërgimit të raporteve për gjendjen e kushteve të ambienteve, trajtimit dhe respektimit të drejtave nga personeli policor të personave të shoqëruar dhe të arrestuar.